Gjatë një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është ndalur sërish në programin ekonomik të kësaj force politike. Sipas tij, programi i PD dhe Alanca për Shqipëri Madhështore po bëhet pjesë shpirtërore e qytetarëve shqiptar. Motoja jon se do t'u kthejmë parat shqiptarëve, po ngjit gjithnjë e më shumë. Minimumi jetik 200 eurosh. Rritja e pensioneve me 20%, rritja e rrogës minimale me 20%, rritja e rrogës mesatare në 1.200 euro, karta e konsumatorit për pensionistët dhe rrogultit. Gjithashtu Berisha shpreh se do të ketë kompensim për TVSH-n që qytetarët paguajnë. Energjia do të zbresë në 7 lekë dhe nafta në çmimet që ka Kosova. Pra, kjo paketë që e quajmë paketë e dhimbshurisë, dhe që në fakt nuk është asgjë tjetër vetëm pa kthim i parave tek shqiptarët, se atyre u merren taksat, atyre u merren dhe ne tani do i kthejmë atyre. Sipas Berishës, ky start nuk dalet derisa shqiptarët të dalin në krye për rrogat dhe pensionet.